Instituti GAP ka publikuar sot një grafik ku paraqiten investimet e shtetasve të Kosovës në Shqipëri. Në këtë grafik do zonat bazohen në Bankën e Shqipërisë, derisa investimet e kosovarëve në Shqipëri në periudhën 2015-2024 ishin rreth 360 milion euro. Në vitin 2015 kishte investime 3 milion euro, në vitin 2016 11 milion, pastaj 3 milion në 2017, 28 milion në 2018, 13 milion në 2019, 14 milion në 2020, për të rritur më pas në 38 milion në 2021. Rritja e investimeve ka pasur nga viti 2022 e tutje. Në vitin 2022 kishte 74 milion euro investime nga ana e shqiptarëve të Kosovës. Në 2023 kishte 95 milion dhe 80 milion në vitin 2024. Preferuar kësaj grafike, këto investime në 22% kanë shkuar në aktivitetet të pasurive të paluajtshme, pra shtetasit në Kosovë kanë bler prona në Shqipëri. Më pas 18% dhe investimeve kanë shkuar në energji elektrike dhe gaz, 17% në industrinë nxjerrëse, 11% në industri përpunuese dhe 10% në aktivitete financiare dhe të sigurimit.